Më vjen mirë që sot ne hapim një dritare të re për të gjithë ata që kanë ambicien të kontribuojnë në sektori publik. Është një dritare e unifikuar, ku siç e prezantuan ministret, jepet një pamje në 360 gradë e të gjitha mundësive të punësimit në sektorin publik, jo vetëm për shërbimin civil, po për gjithë punonjësit në sektorin publik. Dhe nga ana tjetër i krijohet mundësia në kohë reale kujdo që synon të kontribuojë në sektorin publik, që jo vetëm të ketë një pamje të vendeve në dispozicion aktualisht, por dhe të ndjek në dinamik se si shkon një proces i caktuar ku ajo vetë është e interesuar. Është një hap i rëndësishëm sepse krijon më shumë transparencë, krijon më shumë ndërveprim mes individit në kërkim të një mundësie dhe shtetit që ka nevojë dhe prandaj ofron këto mundësi për të mundur të rekrutojë më të mirët, dhe nga ana tjetër përfshin për herë të parë të gjithë sistemin ton publik në një pasqyrë ku të gjitha mundësit janë të ekspozuara. Më vjen shumë mirë të them që ndryshe nga çfarë unë vetë, dhe kam thënë këtë në më shumë se një rast, po nuk besoj se është asnjëherë mjaft që ta përsëris, ndryshe nga çfarë dhe unë vetë kam parafituruar administratën tonë publike përpara se sa ne të ndërmerrnim procesin e negociatave, administrata publike ka provuar të kundërtën e shumë paragjykimeve që kanë rënduar mbi të në vite. Në ç'kuptim? Në kuptimin që në ndërkohë që perceptimi për administratën publike ka qenë goxha i rënduar nga paragjykimet, të cilat patjetër që nuk kanë lindur në boshllëk, po kanë marrë shkas nga sjellje, nga veprime, nga akte që ndonjëherë janë ekspozuar dhe publikisht në të gjithë shëmtinë e tyre, sidoqoftë administrata, ajo pjesë dërmuese e njerëzve që nuk bëjnë lajm, që shkojnë për ditë në punë për t'i shërbyer shtetit në një pozicion të caktuar, ka përballuar një sfidë, një test, një provim të jashtëzakonshëm, duke përfaqësuar Shqipërinë me dinjitet maksimal në të gjithë procesin e drejtueshëm të negociatave. Dhe për hir të vërtetës e din shumë mirë kolegët dhe koleget me të cilat unë bashkëpunoj nga afër, që e kam shprehur shumë herë përpara se sa të vendosej zyrtarisht çelja e negociatave, që dakord do arrim t'i hapim negociatat, por pastaj si do ja bëjmë? Kush e di se sa të vështirë do ta kemi, dhe o Zot na ruaj se çfarë perceptimi do krijojmë edhe tek ata në Bruksel kur të ulemi në tryezë me ta, me administratën që kemi. Dhe ka ndodhur për surprizën e madhe të shumë kujt, përfshirë dhe time, krejt e kundërta. Ka ndodhur që pikërisht
qindra punonjës të kësaj administrate, të cilët janë angazhuar në këtë proces shumë të ndërlikuar që prek të gjithë sektorët, e kanë përfaqësuar shtetin shqiptar me shumë dinjitet dhe kanë fituar respektin, vlerësimin dhe besimin e palës tjetër. Dhe pala tjetër është një palë që është servitur me dekada për t'ia nxjerrë jetën vendeve që janë ulur në tryezë për t'u bërë antarë të Bashkimit Evropian. Për t'ia nxjerrë jetën në kuptimin më të plot fjalës, duke kërkuar deri në detaj llogari për çdo sektor. Dhe kur ajo palë arrin të shpreh ato vlerësime, atëherë vërtet ne kemi arsye që të jemi shumë të inkurajuar edhe shumë besimplot se kemi mundësi ta ndërtojmë në Shqipëri një administratë publike dinjitoze të standardeve europiane. Kur them këtë, e them sepse është shumë e vështirë të ndërtosh një administratë publike dinjitoze të standardeve europiane në një vend të vogël me traditën e varfër që ka Shqipëria në aspektin e shtetit, me lidhjet e panumërta krajinore e farefisnore që ka Shqipëria, e të tjera e tjera. Dhe është pikërisht fal kësaj administrate që edhe shumë çka tjetër reflektohet pozitivisht.